Si e parashikojnë Simpson të ardhmen? Ekziston një teori konspirative atje aq qesharake sa mund të jetë thjesht e vërtet. E po, e shihni, për 3 dekadat e fundit ka pasur një burim parashikimesh në lidhje me ngjarjet botërore që në një farë mënyrë ka qenë në gjendje t'i bëjë siç duhet. Nga parashikimi i rezultatit të zgjedhjeve të vitit 2020 me Donald Trump deri tek bashkimi Disney dhe Fox, The Simpson e kanë parashikuar atë jashtëzakonisht saktë, me shumicën e parashikimeve që ndodhin pothuajse një dekadë të plot më vonë. Simpsonët parashikojnë të ardhmen. A keni menduar ndonjëherë se si Simpson mund ta parashikojnë të ardhmen? Simpsonët parashikuan 3 herë. Simpsonët parashikuan të ardhmen. Oh, The Simpson. Si e parashikojnë The Simpson të ardhmen? Nuk ndalet me kaq. Dhe konspiracionistët e internetit kanë qenë të egër me pretendimet se Simpson është një medium i përdorur nga elitat në pushtetin e botës për të na treguar se çfarë po vjen, sepse është pjesë e komplotit tyre për të kontrolluar botën përmes programit parashikues. Apo si thua për faktin që krijuesi i shfaqjes është një mason ose një udhëtar në kohë i dërguar për të na paralajmëruar për të ardhmen. Të them të vërtetën, po bëj di si e shmendur. Por e vetmja pyetje që mbetet ende ishin parashikimet. Si po e bëjnë? Nuk mund të mos mendoja se padyshim ka një shpjegim logjik pas gjithë kësaj, kështu që kërkova në internet për të gjetur përgjigje. Pas parashikimit të gjitha të dhënave, disa nga këto parashikime janë në nivel sipërfaqësor, por të tjerat janë jashtëzakonisht të sofistikuara. Një rrëfim duket se ishte lënë jashtë syve të publikut, i lënë jashtë krejtësisht, por ishte gjithashtu i vetmi rrëfim që duke se qëndronte mbi të tjerët. Ndoshta, ajo që kemi menduar për mendjen dhe realitetin ton funksionon së bashku për të shtrembëruar perceptimin ton për atë që mendojmë se është e vërtet. Për shumë vite, njerëzit kanë bërë të njëjtën pyetje pa pushim, dhe duke sikur kanë dalë me shpjegimin më të thjeshtë bazuar në një citim të Medzorski, një asistent profesor matematike në Universitetin e Albany. Në thelb është thjesht një lojë me numra, dhe kjo është mënyra se si ata po e rrotullojnë atë. The Simpson është një nga shfaqjet më të gjata të gjitha kohërave, me mbi 29 sezone dhe 120.000 pjesë. Zbret në 8/54 pjesë në minutë, dhe me atë sasi të përmbajtjes, rastësitë të duhet të ndodhenin. Por kjo ndje, me disa nga parashikimet që ishin kaq të sakta me detaje të gjalla, thjesht një rastësi ishte të mos e shkurtosh atë. Ndoshta tani është një kohë e mirë për të folur për atë që parashikimet kanë të vërtetë rëndësi. Sepse nëse hedhim një vështrim të thellë, ne mund t'i klasifikojmë ato në rastësi dhe parashikime, gjëra që mund shpjegohen me rastësi dhe gjëra që thjesht na autojnë. Sepse një parashikim si ky, i cili ishte një episod i lëshuar në 1996, ku Bart mban një broshurë që tregon New Yorkun me $9 në ditë në atë që duket si qendra botërore e tregtisë në sfond, që i ngjan 11 shtatorit, është paksa i shtrirë. Kur thua se është provë që organizatorët e shteteve të thella e dinin për 11 shtatorin 5 vjet më parë, është shumë ndryshe nga një parashikim si ky, por ne do t'i kthehemi kësaj më vonë. E po e shihni, nëse vërtet duam të shkojmë me shpjegimin e numrave, The Simpson ishin padyshim një shfaqje e gjatë me mbi 745 episode, por sigurisht që nuk ishte i vetmi. Kishte një shfaqje tjetër që kishte një numër të ngjashëm episodesh, por rezultate shumë të ndryshme kur bëhej fjalë për departamentin e parashikimeve. Ndërsa Star Treku u shfaq për një total prej 875 episodesh dhe ishte në gjendje të merrte 11 parashikime të drejta që mund të fshiheshin si rastësi skeptike, Simpson për një total prej 745 episodesh kishin 43 parashikime të padiskutueshme dhe të sakta. Ata nuk ishin vetëm duke parashikuar statistikisht në këtë pikë, sepse saktësia ishte në pikën sikur të dinin diçka. Dhe shkon edhe më thellë, sepse dhe brenda sferës së parashikimeve të The Simpson ka disa që do të klasifikoja si parashikime best. Nga performanca e Lady Gagas në Super Bowl dhe fushata e Donald Trump për të kandiduar për postin, skandali korrupsionit në FIFA, shpërthimi i ebolës dhe skandali spionazhit në SAS. Nuk e di nëse ju duhet të flisni me kaq zë. Oh, Liza, nuk është se qeveria po dëgjon bisedat e të gjithëve.
Dhe më vonë, performanca e dyshim të hapjes së lojrave olimpike të Parisit ka gjëra që ishin shumë të sakta për të qenë një rastësi, por më pas kishte parashikimet e listës sa. Në episodin 2, sezoni 10 i The Simpson, i titulluar Magjistari i Taracës me gjelbërin të përreshëm, tregoi historinë se si Homeri u frymëzua nga vepra e Thomas Edison dhe donte të bënte diçka të madhe në të drejtën e tij dhe filloi të shpikte. Sinqerisht, u rendit si një nga episodet më të këqija në historinë e televizionit Simpson, por gjithçka do ndryshonte në vitin 2012. E po, e shihni, në atë vit u gjet grimca Higgs-boson ose grimca e Zotit, ekuacioni që parashikonte masën e një grimce duke kështu, dhe për çfarë do arsye, duke saktësisht i njëjtë me këtë skenë nga episodi sezonit 10. Me përjashtim të faktit që ky episod u publikua në vitin 1998, plot 14 vjet përpara se të gjendej grimca e Zotit, dhe çfarë është më interesante, ekuacioni në episodin e Simpson ishte vetëm për kaq shumë. Padyshim, fati mund të luajë një rol në këtë, por nuk ka asnjë mënyrë që një lojë me numra të dalë me këtë. Si po e bënin? Saktësia, nuk e kuptoj, thjesht nuk ka kuptim. Si e shikoni të ardhmen? Duket si çdo ditë tjetër. Ka lajme për një parashikim 10 vjeçar të Simpson që sapo u realizua. A mund të jenë të vërteta teoritë, apo përpiqje krijuesi i shfaqjes që udhëton në kohë të na paralajmëronte për ndonjë dënim të afërt, apo elita në pushtet po përpiqej të kontrollonte botën? Aty e takova këtë njeri. Në vitin 2013, Simon Singh shkroi një libër të quajtur Simpsonët dhe sekretet e tyre matematikore. Pavarësisht se është i njohur për atë libër, ai në fakt është shumë i talentuar në mënyra të tjera, duke qenë një fizikan teorik dhe grimcash që kontriboi në zbulime të tjera në CERN, ku u zbulua Higgs-bosoni. E po, e shihni, gjatë shkrimit të librit të tij për të gjetur përgjigjen e këtyre dukurive dhe parashikimeve të çuditshme, ai shkoi drejt te burimi. Shkrimtari i episodit të veçantë në fjalë, një njeri me emrin David Cohen. David Samuel Cohen, i njohur më mirë si David X. Cohen, bëri një diplomë në fizikë dhe më pas kreu një diplomë master në shkenca kompjuterike në Harvard dhe më pas kishte botuar punime në revista matematikore. Por ai ishte një djalë i zgjuar dhe i pëlqente matematika dhe fizika. Por e kuptoi se i pëlqente të shkruante më shumë, gjë që e bëri atë të shkruante për The Simpson. E po, e shihni, gjatë shkrimit të atij episodi, ai kishte idenë të vendoste një ekuacion në drasën e zezë. Kështu, ai thiri mikun e tij të vjetër të shkollës, David Shimanovic, duke qenë në pjesë e një bande adoleshente programues kompjuteresh, të quajtur The Glitch Master në Harvard. Të dy ishin mjaft të ngushtë dhe mjaft akademik. Kështu, kur erdhi koha për të shkruar episodin, David Shimanovic, tani profesor në Columbia, ishte në gjendje të jepte një ekuacion për episodin që ishte jo vetëm disi i saktë, por brenda kufirit të masës që u zbulua në vitin 2012. Dhe mirë, ne të gjithë mund të mendojmë se është e saktë, por sipas vetë burit, një përgjigje me kaq shumë gabim mund të na duket shumë e parëndësishme, por për njerëzit që i dinë gjërat e tyre, ky është një ndryshim shumë i madh. E po, kjo shpjegon një shembull, por si thua për 30 parashikimet e tjera. Pikërisht atëherë më ra në sy kjo video. Pra, jam shumë i emocionuar sot që kam me ne antarët tanë të shquar të panelit. Ata janë shkrimtarë dhe producentë të vlerësuar me çmime të The Simpson, Futurama, The Big Bang Theory dhe shfaqje të tjera. Panelistët tanë gjithashtu mbajnë një sër diplomash mbretëlënëse në matematikë, shkenca kompjuterike dhe filozofi, ndër të tjera. Por gjëja tjetër është se ju mund të mblidhni një panel me lloje të tjerë budallenjsh nga The Simpson, gjithashtu, për shembull, ka miliona shaka për presidentët e Shteteve të Bashkuara. Për shembull, unë po shikoj Patrick Verone, i cili është një studiues presidencial, por ju ndodh që keni zgjedhur këtë grup budallenjsh. Por në të vërtetë ka shumë njerëz me interesa të ndryshme dhe të gjithë po përpiqen të fusin të gjitha këto gjëra. Dhe kjo është një nga gjërat që e bën shfaqjen të shkëlqyeshme. Ka kaq shumë me referenca specifike për çfarëdo që të jenë interesat e veçanta të shkrimtarit. Pra, i keni marrë njerëzit e matematikës sot, por një njëjti panel mund të zhvillohet në mira vende në të njëjtën kohë për lëndë të ndryshme. Universiteti i Pensilvanisë mblodhi së bashku një panel antarësh të shquar, shkrimtar dhe producent fitues të çmimeve të The Simpson, por nuk ishin të gjithë ata. Duke se këta shkrimtar kishin gjithashtu një sër diplomash mbretëlënëse në matematikë,
shkenca kompjuterike, filozofi, ndër të tjera. Krahasuar me shkrimtarët e emisioneve të tjera televizive, ky ekip shkrimtarësh ishte me arsim të lartë, dhe ashtu si shembulli i David X. Cohen dhe shokut tij të vjetër, David Shimanovic, këta shkrimtarë ishin vërtet të lidhur me ata që ishin në avantazh. Dhe teoria duket se përputhet gjithashtu, sepse nëse do t'i referoheshim periudhës kohore në të cilën këta shkrimtarë punuan në shfaqje, me parashikimet e sakta që u shfaqen, ne fillojmë të shohim një model që mund të përfundojë këtë njëre për gjithmonë. Shkrimtarët mund të kishin dalë me ndonjë grup të rastësishëm simbolesh kur matematika përfshihen në shfaqje, por ata menduan shumë në të dhe donin të kuptonin siç duhet, ose të paktën ta bënin të besueshme. Jo vetëm që të bëhet argëtuese për audiencën për të parë, por bëhet më argëtuese për vetë shkrimtarët. Ishin shkrimtarët që luanin lojën e gjatë, duke vendosur një detaj të vogël që ishte krijuar në mënyrë të menduar në shfaqje, duke ditur se do zhvillohej vetëm një dekadë më vonë. Ndoshta një shpjegim tjetër për gjithë këtë është se shkrimtarët ishin thjesht të lidhur mirë dhe gjetën kohë të ndalonin dhe të shikonin përre dhe të talleshin me diçka që nuk ishte në sy të publikut. A nuk është pikërisht ky shkrimi i mirë satir, mbase ata nuk ishin udhëtar në kohë? Pra, a jemi gati të vendosim në shtrat këtë komplot njëre për gjithmonë? Por pastaj përsëri, kush e di? Ndoshta gjithë kjo video ishte vetëm një devijim nga e vërteta aktuale dhe ne kemi qenë kukulla të manipuluara nga media gjatë gjithë kohës.